dhjetorit? Mund të ndryshoj në krahasim me 28 dhjetorin, e kjo lidhet ndoshta edhe me pjesëmarrjen e diasporës në votim. Në rast se diaspora nuk do të votojnë ditën e zgjedhjeve në masën që ka votuar në 28 dhjetor në Kosovë, i bie që të ketë një rënje e lëvizjen vetëvendosje. Gjithsesi, Një rënje të lehtë. Një rënje të lehtë duke minusuar elektoratin nga diaspora. Mirë po, edhe nëse parashohim rënje për vetëvendosjen, unë nuk po shoh rritje për opozitën. Qartë. Domethënë, jemi pak a shumë në të njëjtën situatë. A nuk është një ngritje edhe tek LDK për shkak të ardhjes së Vjosa Osmani? Po, nuk kemi diçka për ta matur një gjë të tillë. Përtej angazhimit të zonjës Osmani, ne e dim që ndarja e saj me LDK-n ka qenë kogja një ndarje e madhe, nuk ka qenë shumë e lehtë. Edhe nuk e di sa do të jetë i gatshëm elektorati i LDK-s ta pranoj kthimin e saj. Kjo mbetet të shihet. Me shëvi që ajo ndarje ka